Aleatët shfaqin durim ndaj Partisë Socialiste edhe pse marrëveshja e nënshkruar para zgjedhjeve nuk po zbatohet. Në ndarjen e posteve të deritanishme në qeverisjen e majt, nuk është përfshirë asnjë nga aleatët historik të Partisë Socialiste. Partia Demokracia Sociale e Pascal Milos në zgjedhjet e 23 qershorit mori 12.000 vota dhe sipas paktit duhet ishte pjesë e bashkëqeverisjes në nivel lokal e qendror, që deri më tani nuk ka ndodhur. Pas shumë kohësh, kreu i PD-s ka thyer heshtjen dhe në mikrofonin e Ora News thotë se pret që marrëveshja të zbatohet. Demokracia sociale është duke pritur, nuk e ka humbur durimin, është e ndërgjegjshme se ka përparësi të tjera qeveria dhe në të njëjtën kohë shpreson ose është të bindur që do vi së shpejti dita kur marrëveshjet i kemi nënshkruar për bashkëqeverisje, për aq sa na takon në përputhje dhe me kontributet, do të mund të realizohen. Me të njëjtin argument shfaqson qeverinë edhe aleanti i ri i saj, kreu i Aleancës Popullore, Artur Dojaka. Majoranca jonë ka ende punë për të bërë derisa ta sjellë situatën në nivelin e caktuar. Ne jemi të fokusuar shumë tek përfaqësimi jon politik dhe për sa i përket posteve në nivel administrativ, ato të jenë bazë të meritës. I ardhur rishtas në koalicionin e majt Artur Dojaka shprehet kundër mundësisë që mazhorancës së re t'i bashkohet partia tjetër çame, PDU e Shpëtimit Rizit. E shoh si vlerë të shtuar kontributin e PDU-s në opozit. Sipas marrëveshjes së nënshkruar mes PS-s dhe partive aleate, Aleanca Popullore Artur Dojakës dhe Partia Socialiste e Vërtetë e Petro Koçit, që arritën rezultat mbi 5.000 vota, duhet të përfaqësoheshin në administratën publike. Partia Demokracia Sociale e Pascal Milos mori 12.000 vota, ndërsa Socialdemokratët e Skënder Gjinushit 11.000 vota dhe duhet të përfaqësoheshin politikisht në poste në nivel kombëtar e vendor. PBD1 dhe PDK e Mark Frokut, që përfaqësohen në kuvend me një deputet, duhet të kishin marrë portofol ministror.